Ka vijuar edhe në ditën e dytë protesta e banorëve të fshatit Baksriol. Ata janë përplasur me policinë, të cilët janë thirrur në ndihmë nga kompania që ka nisur ndërtimin e resortit. Ata ripërsërisin sërish, ashtu si një ditë më parë, se dokumentet e firmës janë të falsifikuara dhe se banorët janë pronarët e ligjshëm të këtij trulli që nga viti 1920 dhe kanë dokumenta pronësie. Ata thonë se toka të parëve të tyre është përvetësuar në mënyrë të paligjshme nga një person i cili nuk ka jetuar asnjëherë në këtë zonë dhe nuk ka asnjë lidhje me këto prona, i cili më pas ka bërë marrëveshje me firmën. Një këtë vend jena qysh 1920. Ka në plestadi gjyshyn për malësis male. Ka ardhë tu, ka zonë, ka baj kësol, e këna dhe jetua një to këna le, një to këna dek, ka ndek, i to e në rrit, gjithë pra. Ne njëri i gjallë, për dene tash 10 dit, nuk ka kush për në thonë se u ka marrë kushtokën. 3 herë ka në botë, 3 herë nuk e ka dhënë gjykatat. Katetën i ka në mushtresin me lek, gjykatset ka gjithë 2 shpital me lek. Kjo pronë që ne sot jena këtu, është me letra dhe dokumenta të vjetra, të vitit 1935, ose ja fillojmë nga fillimi, nga viti 1927 dhe deri në vitin 1935. Ai që donë me ditë për pronat tona, për letrat tona, a jena të hapun që në çdo moment të vinë dhe të ballavaciona me letrat e tyne. Qofse në këtu ndigjona, na këtë tokë do ta mbrojmë, pse vdesim tani to, ai s'ka për ti. Unë duhet që të ballavacion me letrat e personit dhe asnjë për nga këta policë nuk ka pru një jurist apo përfaqësues që të vërtetoj atë që po bën sot. Banorët janë shprehur se në lidhje me këtë situatë do i drejtohen SPAK pasi pretendojnë që po vjedhet prona. Ja kena me në SPAK, ja kena qua SPAK-ut. Po, na menume se i kena ta letat, me letat gjyshit. Kena letat që një to i kena që ja kanë ble Hamza Juks, Mosajak, Zyber Juks. Lej stad me 3.000 franga ore kena marrë, ndorë një këtë tokë. Tani kena i tu me vule me tona. Ne do të vazhdojmë aksionin tonë deri në anëlimin e punimeve. Nëse punimet ndalojnë, ndalon kohën e mjaftueshme që ne të ballavaciojmë me dokumentacionin tonë, gjithashtu ai me dokumentacionin e vet. Resorti u miratua thuajse një muaj më parë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar Urbanistik të Territorit, ku do të ndërtohet një kompleks me vila dhe resort për pushuesit në këtë zonë, në afërsi të Ranës së Hellun, mes Shkodrës dhe Lezhës.